Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar mysafirët e mi sonte, që jemi prej rrethit Suarekës, Pes, Dragashit, të vendit këtu, edhe juve kretë kush të ndiqni në diasporën e largët dhe të afërm, ju përshëndesim nga kjo dhomë e vogël me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sonte jemi një numër jo i madh, aq sa kemi ju kemi treguar edhe odën sa e kemi, od për 5-16 vetë më shumë s'po na nxen, por inshallah taala e ka rolin dhe punën e mirë e të madhe. Fillimisht për ju thëmë të gjithve, edhe juve mysafir që ju kemi këtu, probleme jeta ka bon boll tash. Edhe problemet për na vinë drejt e në vesh për një arsye sepse mediat për ne përcjellin, edhe tash krejt jemi të kyçun përmes internetit edhe Facebookut, edhe sateliteve të tjera, mjeteve të informimit të lloj-llojshme, kështu që edhe veprat e mira dhe veprat e liga shpejt po mrejnë tek ne. Me një fjalë, unë sonte që du me fol pak, morali ka ra shumë poshtë. Do të thënë morali është shumë poshtë i ulët. Ma shumë që në ka bën zhurmë në kohën e fundit, është halli këtyre ditëve të kaluara edhe në Facebook po shihet shumë, edhe po ka përcen, po ka lënë në për mjete komunikimit shumë rasti i kësaj lëvizjes së Big Brother, që na si shqiptar se kemi ditë Big Brother çka do të thonë. Edhe pse po e them të gjithë Big Brother, në anglisht është vllau i madh? Ajo. Kërkon se ka vra në bendje kështu Big Brother, punë e madhe. Ama kohëve të fundit fjala assalamu alaikum i ka vra njerëzit, këta anti-islamistat apo islamofobat. Keni vrejt, assalamu alaikum nuk po dëshirohet shumë, një në mjete. E dyta, këtë ta quj unë, po e quj personalisht këtë që ke jo etike, jo morale, që Iqbalja që s'meriton mja përmendu në emrin Iqbal Huduti që deshte të kyçet në Big Brother. Ajo një turp i madh, një femën, edhe pse nuk e di ma është për grupës tonë, nuk është, domethënë, se ajo e ka deklaru vetin që prej shijave, që në lejohet një femën me hi e mbulu ma një knina me nej, me mëshkuj edhe me femnat cullaku më krejt. Mandej me keqardhje gjithashtu po thëmë për atë tjetrën në Shqipëri, Merjeme Luma, edhe ajo që është pas një periudhë disa vjeqare da vetë predikim të fesë, pastaj e hoq shamin, e kallzoj vetin. Ajo me një fjalë kallzoj hipokrizin e vetë, dyftyrsin e vetë. Deri dje kesh muslimane, tash unë jem kthena, po jes jam kthyë, po thot anina, je kthyë si e kthyë ti, deri sot me vo, mirë po subhanallah, o vllaznit e mi, Allahu Gjellëshanuhu, robit s'ja marr shpirtin, pa ja kallzua autoritetin e saj në dunja. Autoritetin e njerit. Po du me thane kështu, na edhe me fol, edhe mës me fol, gjerat janë
në media, jenë bo mediatike, të çdo i ri, çdo e re, çdo plak, çdo. Ku është morali i popullit në këtë drejtim? Morali ku ka ra? Na në Kosovë me 7-800 xhamia, 7-800 hoxhallar që kemi. Sa janë aktiva të hoxh, edhe xhamati që përshkon në gjumo, e për bajram, e me neve, gjithë, që ky xhamati janë, që po falën 5 vaktin, apo i përcjell Big Brotherin, apo i përcjellin Big Brotherin në Facebook, apo në internet, në YouTube, apo në televizor, në media, apo i përcjellin. Atëherë kur gjonsa, kote kjeti, nëse i përcjellish, nëse je namazli, edhe je i rrugës Allahut, që shpërshihesh në pasqyrët jashtme, në anën e mbrëmshme ti, atëherë ti je hipokrit, je dyftyrsh, në ftyrë para Allahut xhelleshanu e kje tjetër në mas, tjetër në ftyrë e kje kur nuk shohin njerëzit, e Allah i të she, kur ti nëse je asi njeri që i përcjell Big Brotherin natër. Ose vetëm kur ti je. Që ka rrit, unë qysh mora vesh, para 2-3 ditëve për mes medjave mora vesh, këtë herën e fundit e ka fillu Big Brotheri, as ka fillu me lujt, nuk e di, po herën e fundit që pas kanë këshyrë sa vetë janë kyç me shikua, pas ka kalu numrin 55.000 vetë. 55.000 vetë që pas kanë këshyrë shka do të ketë atë natë. A unë po e thëmë kështu, shka mundet me pas atë natë, nëse zdi sa vetë më lidhen për atë Big Brotherin, a 20, 30, 40, zdi sa bonë. Sa të qofshin, 3-40 vetë, shka ka më bo një natë, se sa që ka mëjtë më bo një haram gjillet Big Brother, u cula ku dje me vajza dje me fjetë, qështu si gjoje, që shflene për atë dhomat anë i knjene, edhe qka ka në shmulli, qka e në ofendua, qka se në ofendua, se dikush thot, po ti hoq, pas i pejdish, ti pas ke këshy. Jo, në ashtu, kalim të plët, se ne unë e di e kom pa, ama më ju kyq, në sportin, nuk kyqe në 55.000 vetë, sportin e knaqesh kur njerës të tu fitojnë në sport. Unë vallahi në sport hiç s'marr vesh, as s'di me lujt, as hiç, ama kur luan Kosova, edhe jep një gol do kund pikëzimit unë e kaj. Qaj, lot që s'pikëzimit që Kosova dha një gol. Ti kokej ju shqyëm keq, pra nëse je prej shpirtit, prej epshit, ngone epshin, komandone epshin, mos t'i komandoj epshi juve. Komandone ju mani dizginat, frenat e epshit, jo me i majt epshi frenat e juja. Epshit qënë dalalet, wala të tëbi il hawa, Kurani ka thonë, mos e pasoni epshin. Epshi juve adish ku me konë epshi juj. Që tash ku me përmend qëtë hadith Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bih. Besimin se ka të plot asnjani prej jush derisa epshi i tij nuk është i kënaqur me atë çka ka thënë Zoti. Ja jem i kënaqur me atë çka ka thënë Zoti në Kur'anin Kerim, e Resulullahi na ka mësu, apo i kënaqur çka kanë më na paraqit Big Brotherat ose kush marr pjesë në ato faqe zilleke. Këtu shihet që vetdia popullore e karakteri, morali popullor, ka ra në atë nivel sa janë gjendje kretë me, jo pjesëmarrje, po kretë me kështu që të shka më bonë. Shka kanë më bonë do 20-30 moshkuj me një 30 femna zbuluarët e gjveshur. Ose dikush e qënë edhe i vjen ndere karakter me shku vajza vetë mranda, ose djali vetë mranda, edhe më të nalë para televizorit me këshirë kështë si majmun. Me këshirë vajzën e vetë, kush pja pickon atje, ose djali vetë ken pe pickon atje, se si për djalin, si për vajzën harami është haram. Shtu që morali ka ra.
Në këtë drejtim, duhet me kontrollu njeri vetveten çfarë është në shoqëri edhe çfarë është në vetmi. Nëse nuk jenë vetmi maj mirë se që jenë shoqëri, atëherë kemi rrugën të gabuar. Se nuk on feja mrenda qëtu. Feja on punë jashtë. Nuk on feja mrenda në xhami. Mos kujtoni që ajo feja mrenda në xhami. Mrenda në xhami ishe falish një namaz me abdes, ti edhe me dashti me bo gjuna, s'ki ku me bo gjuna. Mrenda në xhami Big Brother s'ka. Trek, pazar me blezar zavate, s'ka. Edhe pse zlë që ati s'ka, ti kanë himu falë, kanë marrë abdese, kanë himu falë. Edhe me dalë. E dikush kush mëson e anë këtina. Ama feja është jashtë. Feja është shkolla, është akademia, është siguria, është policia, është bujqësia, është lektoria, është medicina, është ushtria, është akademia, është jeta, është feja. E qëton çka është feja jeta, Allahu qasaj jetës i ka quë plan program për mos me dallashit edhe me ra në faqen e zezë të moralit, ku ka ra popullata. Nuk respektohet prindi, këtë pa në kohën të prindët. Këtë media që ta. Bile kove të fundit, sikur që i këm pa vetë edhe ju kini pa, shumë kanë folë hoxhallarët. Allah i mshiroft në këtë aspekt, rahmeti bëm të prej zgjalli, hoxhallarët, kolegët tanë, ulemat, Allah ju një moft, edhe ju falë të shnet, kanë dhonë kontribut edhe po japin. So unë jam vetë hoxhë, e shohë kush po jep kontribut edhe kush nuk po jep. Ama po shihet që hoxhallarët po punojnë këtë drejtim. Mediat tona, edhe pse janë të mbyllura për neve, kemi depërtuar, elhamdulillah, me TV lokale, me TV pak më të nalta, me anekrina, jo Facebook, jo YouTube, kryesore, fjale e hoxhallarëve ka hini në për mrenda në familje, në për shtëpi. E tash na i kemi, po i japim kontributin, bereqetja po jipet as po jipet. Për më dhonë bereqeti, me pas bereqet fryt, puna jote, do të më konë puna, njëherë mas pari që ta dini, e përshtatshme me Kurani Kerimin edhe me hadithin profetik. Puna jote, lavdi plote, ama puna jote nuk do plaket për shumote kur është fur, e përshtatshme me Kur'anin famlar dhe me thanjet profetikit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, kur është qysh, e sinqert për Allah. Nese nuk është e pëlqyme, plot me Kur'anin dhe hadithin, në mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që mësimet e tia kanë qenë me Kur'an dhe me thanjet e tia, të cilat nuk janë nga epshi i tij, por janë nga shpalljet e Allahut, dhe ma janë të kuanil hewa in huwa illa wahyun yuha, edhe këto, edhe e dyta, sinceriteti i bollshëm. Por ndryshe nuk japin fryt, nuk japin, e ka diçka dikund është defekti. Këto unë i tham vetit mas pari, normal, edhe kret kolegëve tanë, hoxhallarëve numër 2, edhe ju tham kret juve masës së gjërë që përrini me hoxhallarë tash plot, se po i përcjallin një tribune në për Evropë, në për këtë shtetë të Evropës, umre në për atje, ani, këni, kamosa, la. Kret në levizje jemi. Pse ka që poshtë? Baba nona s'po respektohet. Vlla i motra s'po folin me zvetja. Vlla motra s'po folin me zvetja. Vllazrit me zveti s'ka në muhabet hiq. Respekt s'ka. As ma i vjetri nuk nderohet, as ma i riu nuk ledhatohet. Kur pejgamberi ka thonë alayhi salatu wassalam, lejse minna man lem, nuk kam prej me këtë tonë, man lem, ju krim kebirena. Kush nuk e nderon, ma të vjetrin tonë. Kush nuk e nderon ma të vjetrin tonë, nuk kanë rregull.
Wala yerham ala sagirina, nuk ju mëshiron më të voglit. Në më të vjetrin duhet me respektua, e më të voglin duhet me ledhatua. Na islam kemi, fe kemi na. Mos më mbështet të çata persona që po thënë tash, valla e kam nisë më bëu unë krishtian se para 400 vjetë që shtua, para 500 vjetë që shtua, para 200 vjetë. Këto janë një numër rrugaç të thonë. Ai kur sokon katolike, ai se ka ditë çka islami. Kur e kanë ditë që është islami. Islami është shahadetin hak me e thonë shahadu la ilaha illallah. A ka thona? Shko pyte që atar që po thotë unë përbëm katolikajt, për i shahadetin i kërë kanë, ty bërë e ditë ma shumë, se më thonë, shahadu billah. Zdi me thonë shahadu la ilaha illallah, ma shahadu në Muhammeden abduhu resuluhu, as do me thonë nuk jeti, vesh thotë shahadu billah. Sikur fjalë popullore e dëgjuar dikun qajtora për kafeni. Islami është tash elhamdulillah që dietarët e islamit, dietarët e muslimanëve i kanë dhënë botës me kuptue, se islami është plan, program për jetën e njerëzimit. Këto kanë kuptuar bota tash. Kjo është më rëndësi të madhe. Kur'anin e din të gjithë, islamin e din të gjithë, se është plan program për jetën tonë në këtë botë. Megjithatë që tu jemi ku jemi. E unë çka e qaj më shumë, prej moralit, s'ka mohabet, s'ka dashuri, s'ka respekt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po thotë, kush beson në Zotin dhe ditën e gjykimit, le t'i nderoj krishit. Kush beson në Zotin dhe ditën e gjykimit, le t'i nderoj mysafirt. Kush beson në Zotin dhe ditën e gjykimit, mos t'ju baj krishtive keq. Kush beson në Zotin dhe ditën e kiametit, mos t'i baj njerëzimve keq. E kanë pyet ja Resulullah, kush është më i mirë këtë dynja për juve? Ka thënë qaj që është në shërbim të popullit, qaj është më i mirë. Ka Allah. Kush është më afër teje ditën e gjykimit, ja Resulullah në xhenet? Ka thënë akrabukum ilayya majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Ma sa afërmi për me mu në xhenet është qaj që ka moralin më të lartë. Moral është me shiku, me dëgju, me fol, me lëviz, me punu. Vlerat e moralit janë të larta. Prandaj ka thonë, ju jam dërguar unë, innama bu'ithtu, kam jam dërguar unë, li uktemi me mekarim el akhlaq për t'ju plotësuar juve moralin. Ju morale keni një pjesë, po për t'u plotësuar ato. Kuj për t'u plotësuar? Ehlu Mekkës, a kanë pas morale? Po kanë pas një vije. Më të madhe le kanë dëruar, më të nejtë s'kanë nejtë, vezlit i kanë edukuar, kanë pas një fije morale, mysafir kështu ka ardhur në çape, i kanë dhënë me hangër, me pije, me fjete, me këtë. Kjo janë për moraleve, tash mos se bën çdo. Tash në çape me hangër, me pije rrallë ka që të qesin falës, si mysafir. Pse ka humbë edhe ata ç'është do. Shkau të na ka humbë edhe ata. Unë e majnë mend para 40 vjetë, 50 vjetë, unë para 50 vjetë jem konë hera parë në qabe. Në 78 78 ti mushë më angër 3 herë të dhonë halë këtë buke e të dhonë uje për emë. Në është Medinën, është Mekke. Kur zbike rani më shku më hangër në gjalltore bukë. Të dhonë për kamionit të shpërnda fisebili la. Njani hurma, qetri sandriqa, qetri orizma i këtë supule, qetri banane, qetri kamionet shlepere në nëmë. Tërë s'ka ma të pse? Hupi bujaria, qështu hupën. Kur të hup bujaria në përshpia, si kur për para njonat tona kanë gatua vete ambëlsiren, vete gjellën, vete ambëlsiren, vete këtë, ama darka dreka kanë shtruar me vllazën e makraba. Që tash mos i qofsh në restorant, ty dhe kërkuj mas të vjen me hangër bukur shpitande. Allah i na uzoft të gjithëve. Shka po dojmë na pi ju, Habibi? Qëndroni në rrugë të Allahut.
ktheni këto barrikadet të cilat ne kanë u. Namazin mos gaboni me lënë asnjë. Se e prish në raportin me Allahun xhalleshan. Jo me falve gjumon. Në fetfarën e muslimanëve, të cilët po i çujnë ekstrem, falja veç e gjumon, se jo namazave 5 vakte, ai person është Allah i na rujt pa din. Unë s'u po them çashtu se më marrin fjalën pastaj edhe që thon hoxha çka ka thonë, ama në fetvarën e dinit islam, ai që s'fal namaz të kret me dhëbët është ashtu. Tarikus salat, i thënë arab që tarikus salat lënë si namazit, çka? Kafir. Unë hoxha e feni fali, unë agjeroj. Dhe zvatët. Unë shumë herë ti ke Albana, Alban Isvareks. Nuk në Alban, ja 2 vjershat me vlytit t'i knejone. Emri Zotit të është 5 vakte me i falë, që në që gjithë për kësaj dinjoje kem me dalë. Hem namazin kështë falë hiq pa janë da, sa se vapë kanë gjithë me laqët, a i ka. U dha marthi, a i habib t'i hajt o pet, t'i rrimetin let gatuhën për gjenet, sepse kush në në gjenet e shë Zotin edhe s'ka sen ma lezet. Që ta moj adhe? Ka ardhë një gruë të Hazreti Musa sot, po e lexoj. Ka ardhë një gruë të Hazreti Musa dhe për thot, ja Musa, po du me bo tobe istikfar. Tobe istikfar. Shka ke bo, tha ti që po dush me bo tobe istikfar? Tha kam bo zina. Zina, tha ik piktuit, ik, Musa. Nesrit prap ka ardhë, ja Musa, lutja Allah, të regoj unë e kom bo zina. Musa po ik, tretën e ditës, Allahu Gjelle Gjelaluhu e qërtoj Musën. Prano, tha të femën që ka bo zina, tha se unë ja fali gabimin e bërë. Ja Musa tha, për cili si falet, ja Rabbi, ja Allah, tha namazin si taleje. Namazi është një çudi e madhe, se te namazi do të shumë më punua, për çatë sebeb, do të fëmijë, ka thënë pejgamberin 7 vjet me mësu me fal namaz, e 10 vjet atje do të më bon 5 vakte di namaz. Me shqiptarët 50 vjet të falet. Ai 70 vjet plak janë e ka ju, ka preja dikon ka kja i frajeri, 70 vjet të unë për dalë për këthinen ata tonët paret, po ti si e konë kun të tonët, ti gjithë e konë ka ata, se kur s'ke fal namaz. Se një balë që ka rasirë dhe për Allahun Gjelalu, Allahu Gjeleshanu hu atë balë ditën e gjykimit nuk e djekë, të rëprohet Allahu gjumëtyret e robit që kanë marrë abdes për Allah, me janë në nështru zjarmit xhenemit. Për qatë sebeb, këthe një rrugë Zotit familjarisht, mos këqyni veç vetin unë e pështova dhajtjo, familjarisht. E për fund të kësaj fjale, inshallah, nuk e zgjatëm shumë, po thom, edhe një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është shumë i çuditshëm është hadith. Kush do të kthejë mas pari në xhehenem ditën e kiametit. Se ramja në xhehenem edhe kalimi mbi urë të siratit, ura siratit do të jetë urë ma hollë se xhileta, ma hollë se kinja, ka përmi xhehenem, që aty kush ka me ka përsye. Me naturë, kush ka me hyp? Kanë me hyp në qatë urë, muslimant edhe munafikat. Qafirat e kanë me hyp atë urë. Se ta drejtë në xhenem për me. E aturë, kush ka me hyp? Munafikat, që kanë kalzu vetën si musliman, e si janë musliman, edhe musliman. Dhe atëherë aty ka përcejet edhe shihet kush e kanë për medalën e tonë, kush e kanë për medalën e tonë. Dhe kush do të hinje sefte në xhehenem mas pari, atje të po përmendet, mas pari do të hinje në xhehenem, ulemat e umetit. Allahi do t'i pyet, çka keni bën ju në dunja? Kena mësu ilmin tënd, ja Rabbi. A keni dhënë kontributin me ilm? Po ja Rabbi, kemi dhënë kontributin me ilmin që na ke mësuar. Gënjeve o robi jam, thot Allahu. Pse?
e ke dhënë këtë kontribut për me thonë ty dietar dhe janë thonë që këtë kishe dietar. Në nështroju gjëhnemit. I dyti, pasonik që kanë dhënë. Për shka dhatë për pasonin steme, dhe ja rabi, ne dhamë pasonin tonë që ne ka dhënë, për fisabilillah, zeqate, sadaka, e ndihba që shkajnë. O robi jam gënjeve se të kanë thonë, ke dhënë ti për me thonë një bujar, buk dhanës. Fut në gjenem. Të i treti kush mujahidint, luftëtarët në luft fisabilillah. Shka ke bo me jetën tonë dhe robi jam, dhe të një Allah për hirë tate e dhash edhe shpirtin që ma ke falë. Gënjeve robi jam, se ke dhënë shpirtin, tam ke hinë luft në front kundër dëshmanit për me të thënë trim dhe i guximshëm dhe ka shtanë që është. Vllazën të mi që jemi pikamosit na e në mezveti akraba farefis nuk jemi, për jemi vëllezër musliman, por esis dhe e këshilloj vetin edhe juve të gjithve që të bashkëpunoni me farefiset e juj, me shokët e juj, me telefonata në krina, për dinin e Allahut subhanahu wa taala, për namazin, për moralin, për respektin, çato të cilat kushte i dinin fen ton që i kemi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allah i na fal gabimet, edhe neve, edhe juve që jeni në diasporën e largët, ju përshëndesim nga kjo mramje. Ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.